shumë përballje të barabarta, po thuaj se krejt. Prishtina Ballkani një përsëritje asaj finales para 2 vjetëve që pat lujt stadiumin Drenas. 2 ekipe që si vjet kanë tregu formë të mirë, po me oscilime që thojnë të na trajnerat. Ka pas ulje ngritje të veta, po jo në krye tabelës, dhe me thonë është realisht ty kujna me thonë Prishtina Ballkani në shku në finale, për qëtë sezon që ka njep, këshin thonë, okej, ko ka e meritume. Pastaj, tash nuk mas i lojt luën shkurt, edhe dhe në shkurt na e kem një afat kalimtar, edhe të një afat i kalimtar din me konë shumë ndryshe se në vene tjera kvalitar të lirë, që për Rumani e Bullgari nuk janë interesant, për neve mund me konë shumë interesant dhe me ndryshu nivelin e skadrës. Pezojna kështu veç si ide, tha. E këto përballje kanë mulu në shkurt, që që tham, e me thonë kush fiton e kush nuk fiton. Fillon sinore i vjeshtor me këto ndeshje. Po, do me thonë, i shkon, kishë mujt me ahus shumë, do me thonë, se mujt me ndryshu përbërjet e skuadrave. Aktualisht Prishtina lujnë ka me lu vendas. është veç një ndeshje që Kozha ka përparësi terrenit vendas, po.